Kemi pastaj deklaratat e 2 ditëve, fillimisht të Këshillit të Evropës, që për mënyrën se si po e trajton shoku Edvin parlamentin dhe legislativën, pra që nuk ndodh që shoku Niko tjetë ka ushtar kaq i verbër dhe shkel me 2 këmbët. Për këtë ne mendojmë dhe kemi bërë kallëzim penal dhe presim për pengimin që po i bën ai Këshillit mandateve të imuniteteve. Kjo është pjesë tjetër që ne çfarë mendojmë ne, dhe besoj se kështu do të jetë, që edhe Niko do të ketë probleme me drejtsinë në këtë fazë për mënyrën se si po i beson verbërisht, sepse Rama nuk bën gjë me firmën e vet për këto budallëk, si Niko dhe tjerë. Dhe pjesa tjetër pastaj që dje ambasada amerikane ka reaguar prap, ju besoj e keni ndjekur që prap nuk ka me drejtsinë pra me spakun dhe gjikohon që të ketë pengim. Aq më tepër që është situatë më nxehtë. Dhe si mund shkosh mos kesh revolt popullore. Pra, patjetër ne kemi lënë dorë ne do të jemi vinë parë se deputet, patjetër, sepse duhet të ruajmë dhe pjesën e protestuesve nga zona përballë policisë, po dhe policistët që mos të kenë patjetër atë normalisht askush nga ne nuk thotë dhe nuk doj që ndodhi edhe me policinë ajo. Por ama revolta qytetare dhe njerëzore për atë çka po i ndodh timi lekë, taksave dhe çdo gjë genocid që ndodh realisht me buxhetin e shtetit, patjetër që do të jemi në vit parë për të mbështetur dhe për mos t'i lënë qytetarën në mëshirë të harburtërisë dhe barbarisë policore. Jam dakord. Është kjo forma e dur dhe ajo që ndodhi mbrëm në fakt ishte edhe një lloj përsëritje e protestës së datës 24 janar. Po ne nuk e ndryshojmë dot skenarin një revolte qytetare, thashë një. Kemi parë në gjithë Europën që janë bërë shumë të tepër, fermerët kanë dalë dhe i kanë bërë, ju keni parë që kanë bërë institucionet me bajgalope, më thënë keqëm keq, kanë djegur makina, kanë djegur gjëra private që nuk kanë lidhje me këtë. Ne jemi detyruar dhe i kemi orientuar që asnjë biznes privat, asnjë kalimtar mos synohet, pra asnjë qytetar i lirë që nuk i bashkohet të revolte, po do të kaloj lirë në bulevard mos synohet dhe nuk ka ndodhur kurrë. Asnjë biznes